Hej miq, si jeni? Sot do të përgatisim ditën e dytë të iftarit. Unë kam përgatitur bukën me gjallë dhe pizza roll. Si fillim, do të përgatisim pizzën roll. Kam marrë 2 pite të mëdha dhe i kam mbushur me salsë, prosciutto pule, djathë me feta, djathë të grirë dhe gjithashtu i kam shtuar pak specë sepse më pëlqen. I vendosim, i presim dhe ja shikoni pak se sa mbushje e mirë që ka dalë. Kështu do të fillojmë edhe me petën e dytë. Gjithashtu ju mbushjet mund ta bëni sipas dëshirës tuaj. Mua më pëlqejnë vetëm me salsë, djathë, prosciutto pule dhe pak specë. Dhe ja se si duket e përfunduar, e fusim në furrë në 200 gradë për 10 ose 15 minuta. Varet nga furra dhe shikojeni shpesh kur të jenë të pjekura, pra duhet të duken kështu. Tani fillojmë me bukën me gjallë. Si fillim, kam përgatitur mishin e viçit, e kam prerë në copa të vogla, e kam marinuar me krip, vaj ulliri, piper të zi, piper të kuq, shafran. Dhe fillojmë me mbushjen. Kam blerë një bagetë dhe e mbushim me mish. Më pas i hedhim dhe nga gjathi. Gjathin e kam përgatitur shumë thjesht me gjalp, miell misri, qumësht edhe mozzarella. Dhe kjo ishte darka ime për sonte. Ju bëf të mirë nëse e provoni dhe argjërim të lehtë dhe të pranuar të gjithë besimtarëve.